Pikërisht në këtë vend, në stanovës të Voshtrisë, dje rreth orës 2:56 minuta kanë mbetur të vrarë 2 persona. Ky akt i rënd po dyshohet të jetë kryer nga Arsimorina, 58 vjeçari, pronari një fure diellza këtu në Voshtri, huaj pasi qelloi tashmë të ndirën Nexhmia Haradini ka qelluar edhe vetën. Krimii i rënd dyshohet të jetë kryer tek ky nënkalim, të cilin po e përcjellin me pamje, ndërsa sipas informacioneve të cilat kanë qarkulluar dje në media, thuhet se pranë Nexhmias ka qenë edhe një grua tjetër me një fëmijë, e cila ka shpëtuar pa një goditje nga plumi, anëpse e njëjta është tentuar që të goditet me plumb nga dorasi. Familja e gruas së ndirë sot ka hapur dyert për ngushëllime, ndërsa nga policia kanë bërë të ditur se në këtë vend të ngjarjes është gjetur një pistolet me guzhoja. Motivet e vrasjes thuhet se Nexhmia kishte punuar në furrën diellza të pronarit Arsimorina, të cilët pas 5 viteve ajo kishte nduruar punë, e motivi thuhet se është xhelozia. Ja, s'kam pas kurfar probleme shkurgjë. Simas një informate jo forxhërtare është se xhelozia pse ke shku në tjetër në vend me punu e ke lanë tonë. Infokusi do të vazhdoj të ju mbajë të informuar në lidhje me ngjarjen.